يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa taala në ajetet në vazhdim të surës Al-Baqara, Allahu walliu alladhina amanu. Allahu është miku i atyre të cilët kanë besu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru, kurse sa u përket atyre të cilët nuk kanë besuar, awliya'uhum at-taghut. Ata i kanë miq tagutat. Yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, të cilët i nxjerrin prej drite e i quajnë në errësirë. Ulaika ashabun nar, këto kanë me shkuar në xhehenem. Hum fiha khalidun, aty kanë me qëndru për gjithmonë. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. A nuk e ke pa atë i cili e kundërshton të Ibrahimin alayhi salatu wassalam në lidhje me Allahun e tij, në atahu Allahul mulk. Ky kundërshtim bën të vetë se Allahu i pat dhënë pushtet, ishte mret. Idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alayhi salatu wassalam ati i pat thonë duke e thirr me adhuru Allahun, Allahu është ai i cili e pjet dhe e vdekje, për këtë edhe meriton të adhurohet. Qala ana uhyi wa umit. Ai mbreti tha edhe une ja pjet dhe ja vdekje. Qala Ibrahim alayhi salatu wassalam i tha fa inna Allaha yati bish-shamsi min al-mashriq. Allah subhanahu wa taala çdo ditë e bjen diellin në lindje. Fati biha min al-maghrib. Hajt bireti në perëndim sot. Fabuhita alladhi kafar. Qafiri met pa argument. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu nuk i udhëzon popullin të cilët janë zullumçar. Allahu waliu alladhina amanu. Allahu është mik i besimtarëve. Besimtarët musliman i kanë miqt e kufizuar. Nuk lejohet për besimtarin me pas mik veli përveç se 3. Innama waliyukum Allah. Miku juve është Allahu wa rasuluhu, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, edhe muslimanët. Kushdo që ka mik tjetër përveç këtyre 3-ve është kafir. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal mu'minun. Miqtë e juve janë Allahu, Muhammedi, dërguari i Allahut dhe muslimanët. Tjerë miq nuk duhet me pas muslimanës, nuk bën, se nuk është ma musliman. Kurse veli, mik, për gjuhës arabe në gjuhën shqipe do me thonë, ai të cilin e don dhe ja beson sekretet, kjo është mik. Qështu kush e ka dikon tjetër përveç Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, nuk është musliman. Me pas diken të cilin e don dhe i ja beson sekretet, me i kallëzua sekretet e tua, kë është mik, këti i thënë në veli. Kushdo që e ka dikon në këtë nivel,
del prej feje, nuk është më musliman. Kurse me pas njerëz me të cilët punon, njerëz me të cilët bën tregti, njerëz me të cilët udhton, edhe pse janë besimtar, nuk ka asnjë problem. Përveç nuk duhet me qenë prej atyre të cilët e luftojnë islamin dhe muslimanët. Pastaj ata nëse janë prej atyre të cilët e luftojnë islamin dhe muslimanët, ka dispozit tjetër. Ma ata nuk lejohet as me u shoqëru, as me net, as me bo, as një gjë me ta hiq. Se ata e luftojnë fenë e Allahu subhanahu wa taala dhe robërit e Allahu subhanahu wa taala. Allahu waliu alladhina amanu, Allahu është mik i besimtarëve. Dhe ju mjafton për nder muslimanëve që Allahu është miku i tyre. Ju mjafton për nder muslimanëve që Allahu subhanahu wa taala është miku i tyre. Dhe ne Allahu subhanahu wa taala e dojmë, edhe sekretet e tona që i lutemi në vetmi në heshtje e Allahu subhanahu wa taala nuk ja thojmë kur kërkuna. Ky është Allahu miku i muslimanëve. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu subhanahu wa taala miqt muslimanët që është miku i tyre i nxjerr prej errësirave të shumta në dritën e vetme. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë errësirat ka ardhur në gjuhën arabe në shums, dhulumat, kurse drita ka ardhur njes, nur, dritë. Allahu i nxjerr robët e vet nga errësirat e shumta në një dritë të vetme, se rrugët e devijuara janë të shumta, kurse rruga e drejtë është vetëm një. Wa anna hadhihi, kjo është rruga e ime e drejtë. Në fjalën e Allahu subhanahu wa taala, komenti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me rrugën e drejtë ka qenë vizatimi i disa vizave në të djathtë dhe në të majtë të rrugës së drejtë. Pejgamberi sa më ka thonë kjo është rruga e drejtë. Rrugët e tjera janë të shumta, të shkurta dhe të errta. Prej të gjitha atyre errësirave, Allahu subhanahu wa taala nxjerr robërit e vet në dritën e vetme. Drita e vetme është Islami. Në balë të së cilës është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dritë tjetër nuk ka, nuk janë dy drita. Nuk janë dy udhëzime, është vetëm një. Ose je i udhëzuar sipas librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimit të sahabëve, ose nuk je i udhëzuar, je në errësirë. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut. Ata të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala, miqtë e tyre janë tagutat. Tagutat janë shumë. Por një definicion i përgjithshëm, më i saktë, është çdo kush që adhurohet përveç Allahu subhanahu wa taala është tagut. Pa besimtarët këta i kanë miq, tagutat. Ata cilët adhurohen përveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe me që i kanë miq ata si shpërblim, yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, prej dritës së Allahut i nxjerrin e i çojnë në errësira. Edhe ata i nxjerrin këta prej një drite të vetme, por se i çojnë në errësira të shumta. Që fitojnë besimtarë që kanë Allahun mik, se Allahu i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Çka fitojnë ata cilët i marrin mish tagutat, ata pe dritë i marrin në qesin në errësirë. Që ka që është thjesht. Atje të ajetet e martesës Allahu subhanahu wa taala ndalon më martuar me ata të cilët edhe me ato të cilat e adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut, dhe në fund të ajetit thotë ulaike yad'una ila an-nar, sa ata ju thirrin me çun xhehenem. Wallahu yad'u ila al-janna, kurse Allahu ju thirr me çun xhennet. Edhe këtu është e njëjta. Nëse keni Allahun mik, Allahu ka me çun xhennet. Nëse merrni miq tagutat, ata kanë me çun xhehenem. Tash zgjidhni, nëse doni bëni mik Allahu subhanahu wa taala, nëse doni merrni mik tagutat, veç rezultatin në fund duhet me ditë. Ulaika ashabun nar. Ata
kanë me shkue në Gjehenem. Hum fiha khalidun, aty kanë me qëndrua për gjithmonë. Që të pjesën ata kanë me shkue në Gjehenem, e shifni se e ke shpërdorin shpesh disa thirrsa, hoxhallar, na nuk e vendos me ku shkon në xhenet, po kush ato thon me vendos tyje. Ti veç dush më kallëzue, Allahu, kush ka thonë shkon në xhenem, çaj shkon në xhenem. Kush ka thonë Allahu shkon në xhenet, çaj shkon në xhenet. Edhe që tonë nëse si jeti në xhenem, me thonë atëherë ti je kafir. Se vendos me na, pse mos ka thonë ai kush se mundet me vendos dikush kush shkon në xhenet ose në xhenem, do se vendos kërkush. Përveç Allahut. Por trego sakt ata të cilët e marrin mik tagutin, ulaika ashabun nar, ata në xhenem. Pse s'guxon me kallëzu këto? Pse rren ik? Kush je na me u kallëzue njerëzve? E kush je ti tani me kallëzue të tjerat që pi fol? Nëse si ai që e kallëzon cilat janë veprat nxjerrin për feje, çato që ka kallëzuar Allahu se kërkush s'un qet për muslimanëve rregullat veta me nxjerr njerëzit për feje. Vetëm ata që ka caktuar Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush janë na me thon dikujt na kush nuk falet, agjërimi i tij, po kush je ti pra me thon dikujt falu, ti si e kërkush ja vet. Kush je ti pra me thon dikujt na thuj la ilaha illallah, kush je? Atëre ti si e kërkush? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ata cilët i marrin miq tagutat, ata kanë me shku në Gjehenem. Edhe këtë Gjehenem që e përcaktojmë na, Allahu ka përcaktuar. Se s'mujnë na dhe me dash se s'është punë e njerëzve kjo. Asa pranohet namaza s'pranohet se vendosme na vendos Allahu, asa bën agjërimi pa namaz as bën se vendosme na se ka vendos Allahu. Ti veç s'ki kur gjë kur far punë hiç veç me kallëzu, mos më rrejt me kallëzu që shka thonë Allahu, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih, a nuk e ke po atë i cili polemizonte me Ibrahimin për Allahun subhanahu wa taala? A nuk e ke po? Pejgamberi se ka po? Kemi përmend disa ajete, Allahu subhanahu wa taala ka përdorur. A nuk e ke po për shkak se kur tregon Allahu është sikur më pas po. Sikur për shohim Ibrahimin alayhis salam me atë mretin, për cilin komentator të Kuranit thonë ka pasur emrin e mbrut, tu i thona Ibrahimit alayhis salam, çka zoti jot? Ana ta Allahu al-mulk. Pse ka polemizuar vetë se Allahu ka dhënë pak pushtet, po beti pse e ke bën një pushtet kur gjë s'është e hiç. E njerëzit pak me pas diçka më herë bën me një mëdhaj. Kush është zoti jot? Ibrahimit alayhis salam. Kush më thon? Një mushrik. Nejes, i fliqën, fliqan, s'ka kur gjë, hiç. Njerëz, sikur të gjithë njerëzit, pse ka një pushtet, kush është Allahu? Idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alayhis salam do dash me tregua mretit se Allahu është ai i cili jep jetë dhe vdekje. Se prej cilësive të Allahu subhanahu wa taala është Allahu subhanahu wa taala jep jetë dhe jep vdekje, është krijues, edhe u merr shpirtat krijesave të veta. Qala ana uhyi wa umit. Ky ka menja ati e budallës edhe une jap jetë edhe vdekje. Çfarë jetë jep ti? Çfarë vdekje jep ti? Një pjesë e komentatorëve thonë se Nemrudi i ka marrë dy të burgosur, njënin prej tyre e ka mbyt, e njënin prej tyre e ka liru, e ka thonë Ibrahimit alayhis salam që edhe unë jap jetë e vdekje, po vëllohi kjo rrenë, se ti si ke dhënë jetë atina. Ato që e ke liru, ajo koni gjallë, hiç pa i dhënë jetë ti, ajo koni gjallë para se me shtjetin burge me nxjerr prej burge. Edhe këto që e ke myt, njerin, i bozën në qarë, kur që s'ke ba tjetër hiç. Ai që e myt njerin, ai nuk ja merr shpirtin njerit. Për ndryshe pyetja do të ishte, ku ja la shpirtin që ja more? Apo thua unë ja jap shpirtin edhe ja marr. Por që ja jep Allahu subhanahu wa taala shpirtin njerëzve, do këtë gjallëria atyre lëvizin. E kur ja ke marrë shpirtin ti, ku e la shpirtin atij që ja more?
Njeriu që e myt njeriu nuk ja merr shpirtin, atij shpirtin ja morrin melekët e vdekjes. Po ky veç është vrasës, kriminal, kur gjë është tjetëriq. Shif me çfarë argumenti u mundu me polemizu me Ibrahimin a.s. Mi ke zonë një dy rob që aty, unë njonin me dasht të lëshoj, njonin me dasht e mys edhe unë ja pjetë e vdekje. Ola haula, ola kuvvete illa billah. Një pjesë e komentatorëve të tjerë ka thonë Ibrahim a.s. ka ditë se ky budalla e myt në ikon, duke u munue me kallëzue që edhe me ja pjetë e vdekje, se kalon me shkue të rob të hiq. Idh qale Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim a.s. ka thonë atina mretët, Allahu jem është ai i cili ja pjetë edhe vdekje. Qale ana uhyi wa umit. Mreti ka thonë edhe unë ja pjetë e vdekje, të dash mi prua të arab. Ibrahim a.s. kërë besimtar, se kalon me bozullom hiq, ka thonë nalë se ta bini shembull tjetër se ti me tjetër shembull mundesh. Qal inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq. Se Ibrahim a.s. ka ditë që ky mundet me bëni zullum me myt një njeri. Me ta bim një shembull tjetër ty. Inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq. Allahu subhanahu wa taala çdo mëngjes diellin e bën në lindje. Fati biha min al-maghrib. Hajt bireti pip ka perëndimi, mos edhe ti po thua që jam Zot. Fe buhit alladhi kafar, dhe këtu kamet pa argument qafiri. Megjithëse përsëris se ka besue, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu subhanahu wa taala nuk i do popullin zullumqor, nuk i udhëzon popullin të cilët janë zullumqor. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.